Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Falendëruar qoftë Allahu Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluhu. Selamat, salavat dhe përshëndetje tona më të ngrohta, më të përzemërta, më të sinqerta ja dedikoj Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbar ummetit që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, e falenderojmë Allahun Gjeleshanu për krejt mirat që na ka dhënë. Dhe sigurisht lutja jone për bashkët, inshallah me na dhënë të mirat e kësaj dhe dynjos ardhshme, ne falë gjunat e mundshme që i kemi bënë të kaluarën, qofshim të mbaja ose të vogla, qofshin të hapura ose të fshehta, gjunat e tashme që po i bëjmë dhe nëse kemi ymër dhe gjunat e ardhshme do t'i bëjmë, sepse i patmeta, i përkryer dhe perfekt është vetëm Zoti Plotfuqishëm. Andaj pretendimi se dikush nuk ka gjunahe, në realitet ka bërë gjunahin më të madh mundshëm këtë dynjë. Sigurisht se në krahun tem e kom Hoxhën Mazdam dhe unë do t'i shoj paksa ma shkurt dhe krejt kjo është që mjalon hapësinën asaj për të cilën kryesisht do të flet Hoxha. Lejoni që në emrin tem personal, familjes teme, të muezinit që kem një afër, xhamatit që përfaqësojmë, të Ados Ridvan bashkë me bashkëshortën, familjarë tjerë që kanë qenë haxh, Allah azza xhel m'ia pranuhe. Zoti Plotfuqishëm inshallah të ka kthy me haxh pranuhet, inshallah t'i ka falë gjunat sikur ditën nana jote që shkalin. Lutim Zotin e Plotfuqishëm që Allahu Gjeleshanu sot e mas jeta jote, pasardhësitë e tu, shtëpia jote me pas bereqet, mirësi, lumturi e krejt mirat e kësaj dynjas dhe sigurisht me tregue një faktorizim se njeriu nuk shkon në haxh nëse ka parë ose nuk ka parë. Njeriu nuk e fal namazin nëse ka shnet ose s'ka shnet. Njeriu nuk shkon me dhon zeqat nëse ka financë ose nëse nuk ka. Esenca këtë është të vullneti. Esenca o këtë të vullneti. Shumë njerëz unë e njoh që kanë parë të mëdhaja, por nuk dojnë me shku në haxh. Menojnë se me shku në haxh me krye i bëjnë arab pasonik, ata janë. Dikush tjetër do të lasë nuk ka bo vakti me shkuar në haxh se du t'mi bo dhe do vjetë. Dhe mi ka lajnin vetën defekt, në defekt jam i gjithmonë dhe sa të vdesim. Dhe shumë të tjerë nuk e fali namazin për plot arsye. Dhe kjo është një karakteristikë që ndodhën. Brenda shtëpisë hoxhës mundun me ndodh mos me fal namazin djali hoxhës, mundon mos me fal vllai hoxhës, mundon mos me fal baba i hoxhës. Pse? Sepse Allahu na ka mësuar në Kur'an. Alamet pejgamberi Ibrahim alayhis salam, baba i vet dinsës, qafir. Alamet pejgamberi Luti alayhis salam, kryave sy beson. Alamet pejgamberi Jakubi alayhis salam, djemtë vetë murën djalin tjetër e gjujtën pus. Kështu që këto janë disa elemente që njeriu duhet vullnetin e vet me ndërtue në raport me dashnin ndaj Allahut Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu. Andaj unë do të fokusohem se më tregoj Hoxha çka do të tregon inshallah derisa unë do të fokusohem në diçka tjetër që me ambërtue derisa të mrin të Hoxha por mandem ja von hapun. Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu po thot kush ju përmbahet në Kur'an i ka përmend 4 ajete me të cilat janë 4 premtime tek Allahu Gjeleshanu. E më kallëzu një ditë edhe në dersë dhe po e shoh të arsyeshëm ju kallëzu edhe juve këtu. E para, po thot Allahu Gjeleshanu me përmendjen e Zotit zemrat qetësohen. Njeriu në këtë dynjë mundet çfarë do vepre me bë, mundet me shku te psikologi, te neuropsikiatri, mundet me nejt me akademika, mundet me nejt me hoxhallar, mundet me çka duhesh me nejt. Mundesh me ta marr mendja ty që niveli yt nuk është me nejt me çet xhamat, do të më kon me manalt me nejt. Mirë po dinë një sen. As e vla dyt, as bashkëshortja jote, as prindët tu, as kërkush nuk mundën me ta qetësue zemrën, qysh e qetëson zemrën përmendja Allahu Gjeleshanu. Dhe ç'kjo përmendja e Zotit është pa parë. S'ki nevojë mi dhon as 5.000, as 6.000, as 7.000 euro me shkon qabe. Me përmend Zotin. Dhe njeriu që përmendën Zotin, s'ka më bukur dhe më amël se me thon estagfirullah. S'ka më bukur se me thon la ilaha illallah. Vazhdimisht 100 herë, 1000 herë, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nuk gjen gjon kjo punë. Njeriu e përmendën Allahun Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu në çdo veprim, e çel derën bismillah, del në rrugë selamu aleikum wa rahmetullah, e takoni vllahut Allahit rujt, kur lutet për vllajin Allahit lut, me lajket lutën për ty, ka mundësi në çdo hap me përmend Zotin. E kur e përmendish Zotin, nëse ki ankth, ki depresion, je rrafsh, je mirë, ki bela, s'ki bela, je në gëzim, e përmendish Allahun azza wa xal, zemra ka me tu qetësu, ka me tu rahatua.
Sepse Zoti po thotë në Kur'an, me përmendjen e Zotit zemra qetëson. E dyta, Allahu xhaleshanu po premton Kur'an thotë, më përkujtoni mua që unë t'ju përkujtoj juve. Me përkujtu Allahun xhaleshanu kudo që t'je. Sidomos kur je në rrafsh e përkujtosh Allahin, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhaleshanu do t'ju përkujtoj juve kur jeni në vështirësi. E me përkujtu Zotin s'kemi nevojë as në Facebook me dal, me thon faleminderit Zot. Me përkujtu Allahun xhaleshanu nuk kemi nevojë as me dal, me rrej gjyks, me përkujtu Zotin është kur Allahu të ka dhënë nimet, ka dhënë shëndeti me fal namazin. Me përkujtu Allahun xhaleshanu është Allahu xhaleshanu të ka dhënë pasuniti me ndavi pasunis me ndihmuni vllau ton të varfër. Me përkujtu Allahun xhaleshanu e xhalexhelalu është me qenë brenda namazit dhe mu lut për vllaznitë e tu. Me përkujtu Allahun azza wa xal është në çdo vend, nëse është gjallë ose është i vdekur. E për këtë arsye, kur e përkujton Allahun xhaleshanu, Zoti ty ka me ta heq njërin prej gajleve kur ti je në vështirësi. Premtimi i tretë po thotë Allahu azza wa xal, më falemndroni mua që unë t'ja ushtoj të mirat tuaja. Më falemndroni mua që unë m'ja ushtoj të mirat edhe ma shumë. Allahu azza wa xal ti ka dhënë krejt Allah, veç merre, më kon një mjek këtu në ankollaj me di. Merre shëndeti numër 1, shënoje dikun shëndeti numër 1. Ke bleni kërë shtoja një 0 bon 10. E ke ndërtu një shtëpi shtoja një 0 100. E ke bon një biznes shtoja një 0 1000. Kuari ka dhënë Allahu e vlat shtoja një 0 10.000 kështu me radhë. Vetëm qëton shëndetin, nishin me ta e kretë 0 të ngelni për mbrapa. E ti qa po du të me bu me falemndru Zotin, ha? Nëse nuk e falemndrush Allahun azza wa xal, ko ki me falemndru Allah? Nëse nuk je falemndrues, e çish falemndrohet Allahu azza wa xal? Cila mënyra për me falemndru Zotin? Mënyra e vetme për me falemndru Zotin është që ti me qëndru para Zotit namaz, edhe kur të marrish tekbir Allahu Akbar, me thonë elhamdulillahi rabbil alamin. Falemndrimi i takon Zotit, çka falemndrim? E para. E dyta, me për ulljen tonde para Allahu xhalexhelalu, Zoti plot fuqishëm ka me ta ngrit vlerën mesin e njerëzve. Ka me pas njerëz që ndoshta nuk ka me qef me të pa. Vetim, ka raste, e kum pas hoxhën profesore, e na thoi ka raste që prezenca e jote nuk ka nevojë dikuj, foli nuk foli ti, veç prezenca jote dikuj i shkon nerva. Su ne duron autoritetin ton, su ne duron qasjen ton, edhe nëse flet mirë, edhe nëse kimi thon fjalët auton, vetëm prezenca jote dikon të irriton. Ama dikush vetëm me të menue ty i gëzohet zemra. Veç me të menue ty që ka jaron, ka shok, don për hir të Allahut, don pse po i thu fjalët e Allahut, i gëzohet zemra. E për këtë arsye, falemndroni Zotin që Allahi ju sjell familje, shok e njerëz të tjerë për rreth që kjo është e mira. Dhe në fund Allahu xhaleshanu po thot në 4 premtimet e tia, po thot përderisa ata mu më lutën, unë nuk do t'i dënoj. Përderisa ata më kërkojnë falje, unë nuk kam i dënuar. Këtë dynjo, tham i pa gabushëm vetëm Zoti. S'ka imun ndaj gabimeve, këtë bien gabime. Dikush ma me të mëdha, dikush ma me të vogla. Ajo po, dikush bën serja, kalon afër rrugës ose shi duan as selam si. Dhe me ki, që unë jam autoritet. Nuk kanë rregull. Ose hoxha me kalua për xhamatit mos më don selam. E tjera. Bonu njerëz të cilët është i kënaqur Allahi, se vëllot Zoti në Kur'an, falni njerëzit që unë t'ju fali juve. Nëse kam po nëse s'ka bo kur gjo, me majt i natë me ato, me këto, me to. Mos e rrit, njona prej 4 kushteve të kufrit, manë në ment është mendjematësia, e para. Që që ka Islami 5 kushte, kufri, dalja është fesht, i ka 4, e para, është mendjematësia, e dyta zilia, e treta epshi dhe e katërta hidhrimi. Kush i ka qëto 4 në shpirtin e vet, dine që ka bo kufër. E për këtë arsye mos moni as mendjematësi, mos kini as zili, mos u boni kishë na jemi nervoza, se kur jemi kon për nervoza, s'kemi dalë shkapit për para. Kemik. Mos u boni dhe me ki unë e kom epsh për ato, këtë kam epsh, po du të me nalë. Allah i na ka tërgu që me nalë. E për këtë arsye, qa du të me bo, do të Allah azza xal kur bini nga gabim, kërkoni falje tek Allahu. E derisa ti kërkosh falje, Allah i gjunohin as nuk ta qet për krye, ta falen, po nuk ta shlyen Zoti. Nuk ekziston më ai gjunoh, sikur mos me ekzistua. Andaj i nderuar të Allahut van, të nderuar gjithë juve që keni shkuar në haxh, Allah azza xal ja u pranoi gjithëve. E juve që s'keni shkuar, Allah azza xal ju bin me shku, se pari është puna e fundit që merret sebe për me shku në haxh. Vetëm apo don vullnet me pas. Faleni namazin. Njeri i cili nuk e fale namazin, edhe babën hoq me pas, edhe babën haxhi, edhe krejt mi pas haxhi, mos kujtoni se të bëjnë ata denisant, nëse ti se falish namazin.
Andaj lansi i namazit është kandidat potencial për me shku në xhenet. Kështu nuk diskutohet kjo. Kandidati numër 1, sikur sa ai që e fal namazin është kandidat potencial për me shku në xhenet. Edhe kur ti bani namazet, kur ti bani ibadetet, çdo ibadet që bani ndaj Allahut azh, mos e bani me mendje madhësi, sepse kemi has edhe nëpër xhamia, nëpër vende i dikush ka padai në xhami, folën ka padai me ato. Namazet edhe ibadetet ndaj Allahut e kanë një modesti për vete e to i bën. E Zoti plot fuqishëm po thotë alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yurauna wa yamnun al-maun. Mirë për ata që falin namaz, ndaj namazit të tyre nuk janë të kujdesshëm, e bëjnë sa për sy e faqe. Çdo ibadet që duhet me bën, qoftë në aspektin teknik, qoftë aspektin shpirtëror, qoftë aspektin fizik, duhet me qenë për atyre të cilët i përkushtohet ndaj Allahut azza wa jall. Andaj lut në Zotin e plot fuqishëm për veten tuaj, për familjen tuaj dhe për gjithë besimtarët. Lut me Allahun xhaleshanu më avon të mirat e kësaj dhe dunjas ardhshme dhe lut në Zotin ditën kur japim llogari, Allahu më na dhon xhenetul firdosin. Dhe mirë për hajër gjithëve ju koft, inshallah përsëri herave tjera tu bëmi kështu, mësinaja, mësigzime, në gjona të mira për me përkujtu Allahun xhaleshanu, Allahu na ringjall ditën e gjykimit, Allahu na dhash të mirat edhe na ringjall afër Muhamedit alayhis salam. E Zoti juve gjithëve ju dhash këtë mirat e kësaj dhe dunjas sashme bashkë me ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah nuk për ju mërzitim e nuk për ju bezdisim. Po masi që janë këto ditë të rralla, bëjmë sabër. Alhamdulillah, Allahu që ka gëzua këtë umet me haqë. Me haqëllëk, i keni ba dhe ditën kur kanë shkua dhe ditën që kanë ardhë, edhe ata që kanë shku, edhe ata që i kanë përcjell, edhe ata që kanë ardhë, edhe ata që i kanë prit, kretë si në lot i kanë pasë. A i një mërzita, pse përletojni? A i kanë mërzit si kanë bërë respekt atja, pse i një këthy me lot këni? E sa të tjerë që të cilve u thuash, a ki qeve me shku edhe njëherë. Po ke shkua një i pa iman, i pa din, i pa prekatitun, e kish hek zamet pak në haqë, kër ish këthyre këshin shku mja bo për hajrë haqëllëkin, shkallova u burë, amon ja rabi, sa kemi hek zamet, zëtë mëse qoftë që atje kantë. E tjetër njeri eshtë. Pra ne themi edhe nga si për hoxha që filloj, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sallallahu aleyhi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në hadithin kursi, Inna Allaha farada faraida fala tudayi'uha. Allahu Jalla Jalaluhu i ka vënë disa farze, mos i hupni. Një prej atyre farzeve është haxhillëki. Në ajetin e haxhillëkit në Kur'an, Walillahi ala nasi hijjul beyti man istata ilay sabila. U bo farz haxhillëki për ata të cilët kanë mundësi me shku për Allahin. Pjesa e dytë e ajetit flet më njëherë mas haxhit për kufrin, për qafirllëkin. Pse? Sepse shumë njeri që ka kushte nuk jam synë asaj rrugës, është partner shumë i ngusht i kufrit, i qafirllëkut. Për ilustrim pak këtë punë, njeri e bën shpinë shumë të mirë, e nuk jep prioritet haxhillëkut. Unë kam pas një rast çuditshëm, ka disa vite kjo, para 20 vjetë ndështë ka, kur filloj tregtia e lirë këtë në trojët tona me dalë, fillur me shku me blejnë malë, dhoma gjumje, dhoma fjetjese, kuzhina në përbot, një prej x personave mua që më shërbej, edhe më tha, eja hoqë, thash ku, po eja apo ma përqesh ta qka kam punua këto ditë. Kur shkova në shpiti, shpinë shumë të mire kish ba,
kuzhinën e kish ba me dronë të Pakistanit. Po bukë s'kene hangër të. A njeve të në. Dhomën e gjumit e kish ba prej mobiljeve të Kinës. Këtë dhomë, sa të kanë kushtua këto se tavolinat e karikat e qëfar kuzhinët madhe, qëfar dërua e punuar, ta mu banë 36.000 euro. Në Islam, 36.000 euro. A janë haram? Nuk ka haram. Israfi të pruar, Allahu alem aty. Unë se prej me ngërshan këtë punë. Në haqëllëk s'ka shkua. E tash, në Islam kemi dy detyra. Njëna është prioritare, njëna është nëmër 2. Kur qohesh në sabah, cila detyrë është obligative e para? Namazë sabahut. Kjo prioritare. A qënë hamë bukë në sabah? Ja, e kënë Ramazan, se firma në bukë. A më shka në prioritare? Prioritare është më quë në sabah, e me falë sabahin. I kam ba kushtet prioritare, cila është me ba haqëllëkun, me dhonë zeqatin, me dhonë vitrin, me dhonë sa prej pasunisë që të ka falë Allahu. Jo, nuk më ka falë, bas pari, shka dhe bëj dhonë të fjetjes. Që me pas pyt, e ku po flashtash? Wallahi flate qaj kreveti keq, të tyve në të mirin nuk e zagjuni. Gjënat merni kush ka prioritet. Edhe këtu jini që përmoni ju. Që më di disa prej juve që i kanë kushtet në haqë zdojnë me një atë fjallë. Pse? I shkon mendja hala prej enverizmit, mlidhni që të paret i bëjmë spitale, shkolla, rrugë, magistrale, ku di unë amikrina, palavrat e enverit, hala e ndonë dikush. Andaj vllazërit e mi, mësynja kësaj për më u rikthye në jetën tënde edhe njëherë që shkelepi babës e pinonës. Ka thonë alayhi salatu wassalam, që shëndëgjuhët fjallin e hoxhës tash pak pare, për ja vazhdoj gjysën tjetër, unë, dhe nuk ka shpërblim për ato nëse vdes, përveç se xheneti. Për që ato po jetojmë? Në për që ato po jetojmë? Na këtu nuk kem përjetua si kur kafsha që jetojnë për të donë qumshtin mishim dhe me gjëra tjera. Jo, na po jetojmë për të adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala edhe për të me mësy asaj pikës destinacionin ku kemi për të shkua xhenetin inshallah ta'ala. Allah edhe juve që ketë në haqë, edhe ketë kush ketë në haqë, Allah ju përgatit xhenetin dhe juve. Kjo keni hymi e shkurt. Kurse unë e sot këtu kam bërë një jetë me kallëzua një hadith të pejgamberit në 5 pika. Hadith i shkurt është, po ka një unë edhe shkurtoj pak që dikuj kam i vyjt. Nese po thot ymeti jem i bën 15 gjërat mrapshta. E meriton në dëshkimin. 15 gjëra, kush i bën një prej tyne e meriton dëshkimin. Shajat kiametit janë këtu shumica. Që kur t'i përmendim, do t'i shifni çfarë janë interesant. Që s'kan bëjnë bashkë me jetën tonë kështu private thjesht, që shpo kalem në shtëpia tona. Numër 1, nëse pasurinë e një popullit, qeveria e poshtër e shkatron. Pasurinë e popullit e vjedh, e shkatron, e nëhargjon në vendë ku se ka në vendin hiqë, vend e pa vend. Kjo prej shajave të kiametit, ha? Udhëheqësia e një popullit, qeveria e një popullit, pasurinë e qati popullit, e damton. 1. E dyta, nëse emaneti hupën, edhe emanetin kush do me e bon për veti e bon, kush do me sbebos e bon. A emaneti i Allahut në popull është mja dhonë hakin se cilit. Kryetari popullit, kryeministri ministrave, ministris, drejtori shkollës dhënsave, kryetari organizatës punëtorëve.
i zoti shtëpisë, antarëve të familjes, emanet. 2. Nëse emaneti hupën. E treta, nëse pasonikt e quajnë zeqatin dënim. Që mi dhonë zeqatu në ati 2-5%, me të punoj edhe aj. Kur do me ba njeri qiber, edhe me edhe në madhe. Edhe aj pi qibrit, ma të një shejtoni qatë punë ka, i thëtë fukaras, po unë adishit shkeli në qafë. Jo zeqat, unë shkeli në qafë. Mëzdanja e zeqatit, Allahu Gjelle Gjelalu është prej mëkateve të mëdha. E qka në këj zeqat? Zeqati është mi pas vlerën e 20-40 deleve mrenda një vitit me të fjetë në shtëpi, që ajo pasuri duhet me dhënë zeqat. E letë është me kuptua dhe më kanë. E nesë, si të ka ma shumë dishka, në zeqat intervenu. A të në? Po tash unë a i duhet vetë me ditë këtë punë, po tash hala po mi afton babën e ka këtu e nasi baba. Zeqati nuk ka dënim. Haki fukaras, edhe nga një këneju të në. Kështë gjip një zeqat, më skujtoni të kushtaj që e merë do të me ta përdit për tankishen. E ti mi thënë, bite shen. Ja, a i haki i tire, s'ka këtu tankishen. Bashkë si të thotë tankishen, thotë s'ta jap, ty që të kuj. S'ka falenderim për këtë punë. Allah ja ka caktue prej mbi 7 qilë. Si identike kjo është, si kur kush nuk e u jep motrave hakun. Lama si luga më dhe jo është e përbohat. Pse është? Se o këtë zaktua ti hakun, Allah u prej mbi 7 qilë, e ka zaktua dhe u kribuna. E 4-ta, njeri ju me i bo i taat me ngu e gruën. Shka të thot e gruja? Peke, lepe. Lepe, peke. E 5-ta, arrogancë ndaj prindve. Gruan e ndëron e respekton, e nënën, në veçanti këtu është bashkë për nënën, va atë ka umma, e dhe karshi nënës. 5 u bon. E të baba erdhëm të në, po të ishe qërë skija, ke pështua. E respekton shokun e vetë, e largohet pi babës vetë. U bon 6. E 7-ta është në gjamin e të susit ku falen atë gjithna. E 7-ta në kjete hoxha e nësë. Ngritët zënë në gjami bëhat më abeti si në qajtore. E hoxha intervenon ka njerë për në ngëjmë që ati për që ati kësat të të krika kibla në vazhdem. Kjo bo e 8-ta, e 7-ta. E 8-ta është i pari i popullit me kon e dirama. I pari i popullit është një qeverisje me boni njeri që s'meriton në vend. Bilen hadith thët, erdheluhum. E kini një fjallë shqip, s'dhja përdorim gjithë kund t'ju përna në pojë, përdorim, unë s'përjetojmë në pojë, po jo përjalive këmnije. Mos të ashtu se u bom rezil. Kusho i pari popullit rezil, qaj që nuk e u theq rrugën e Allahut në të qevej. 9-ta? 8. E 9-ta, nderohet njeriu prej frikës që ka prej ti. E ndëron e respekton që ja ka frikën. Pi shërrit ti,
O, hajde me këtë kombe tyve, hajde me pim kafe qaj, hajde. Veç pse ja ka dronë, pidros, shërë ti, i respektor e ta. E tash po dalim të 5 të fundit. O bon dhe? E para për 5 të fundit është, populli i mit jam pëllet nëse pinë alkoholin. Sot, tu bisedu me një njeri mas drekës, tash vallahi, në bisede si për u bom horë, bre. Pse me hoqë? Pa i ke pa thash këta mbrëmjen e maturës kër përshkajnë me festuat se në. 7-18 vjeç pa martua heq, jo kanë blekë një gjysë fistone vajzave dveta, ata djemë të në kravata, i jenë bo qift shkretët, i kanë shtimu bo qift spedin, për shkenë bo qift ata. Dikur shtë ato, unë e djale kom, ti djale kje, po si morali djalit, si morali vajzës disa eshtë. Njëherë isha me një darsëm këtu në Prizren, e martoj një djalit 17 vjeç. E ndarësëm edhe unë isha. Është mashallah 17 vjeç. Ta hoxha në keni thonë me rujtë nderin familjar të shpo. A është nderi familjar si djalit si vajzës po? Për qatë sebeb të djalim ka ngua edhe ka martu 17 vjeç djalit. Mërë në moment këto, të morali jam puna. Ymeti jem nëse pinë alkohol. Mandaj nëse e veshin, më ndapshin, i cili janë harëm për burra. Misha të më ndapshin tani pina. Këto janë konë edhe prap janë në rabije këto bonë, këto betërleqe, dhe atje vishën. Se më ndapshin është sendi ma i shtrejnë, që ka njeri. Shumë i vlefshëm. Mandaj për thët, nëse ymeti jem, ditën e gjuma darsëm në me hoqë, Allah, mashallah, të barek Allah, natën, hajde përzine, bëhën arusimi hera që. Rakia, cullakone, përzimje, rafqë atje, edhe marin për thët plus asaj, edhe asi qiki, me këqyje cullak, e ata me usjallë rrëth e përqarë, edhe më knaqë. E një prej kasabalive këtu shërlive tonë, që unë këtu e kalova këtë jetën, o qamë, ta është për ta. Turë që kësha kalëzu më konë, po shqipë po kalëzu, ma e kuptën gjithë. Wallahi, ta s'kam me shku ma, edhe një jetë ta unë ndarë të në banketë. Pse me s'ki me shku? E qësh me shku, tha. Ajo sofra rumbullak, 12 vetë pezaja tavolina, vajza cullak gjysa, nusja cullak gjysja, motra cullak gjysja, e ku me qësi? Dhe shërim të shkëshën tavolinën qeter, të qërësit ata qyrin tondën. Njeri ju pa u gjvesh nga morali, në kësi vende nuk hy. Për qatë sebeb është haram më u përzije, më u bomotin e i theshim, pse ka një këtë fjallë, ta këj haqidoni, po bajam, të shë në mosin Rusia. A i Rusia se eftë këna konë. A këtu për me e prish, me e fliq, bashkë që e fliqet, punëtor të arsimit. Kemi këtu dhe mësuste që kemi, po pak e që kuptim, unë përdi 69-ën, e 70-ën, kur kemi ardhë në Prizren, sefte janë nisën punëtor të arsimit, i zhveshen familjet e tyre me fustonet shkurta, edhe filluar një bondarsmak me alkohol e mu përzije, e javash pasnaj, e mas 70-ës derit të 81-ën, që të 12 vjetët i hangram shumë jeshil, edhe ram shumë prej vlerave të dinit islam. Inshallah ju jeni dëshmitar që të i riktheni vlerat e dinit islam në familjet e juja, në lagjet e juja, në mirësinë e juj. Kjo është haram në të vende më nejtë. Po thot dikush po vlaj ka bondarsën, po motra ka bondarsën, po djali po martën djalin, së në ti po bëjmë. Ska, si të hëngjerit vanë përzimi aty,
aty ku shkohet që ashtu si të përzihet beselja, aty është haram me shkuar. Po më ka thonë ai mu si më zrish, po unë kur ty më zri. Mësia kur vallahi, heq kur pitash për një jetë, kur më sarë shtita une, si të është une si të vitë ti që aty. A njeve a gjeridon, a një ta shti ku të dhe, po haqin ku ta ullin me një që kështë pat kësë shema shumë më nga. Ku me ullin haqin, ca në ku me ullin shte haqin. Ha? E fundit në këtë drejtime 15 është nëse ymeti jam i fundit ky ymet i mallkon të parët e ymetit. Wallahi, musliman bota nuk jenë me shqiptarët 2-3 milion e 4. Bota islame shumë e madhe. Vetëm Pakistani ka 270 milion musliman. Vetëm India i ka 300 milion musliman. Nga në me vend, Indonezia ka 200 milion musliman. A dini sa sekte, sa beterleqe ka? A dini sa prej që tyre që janë si musliman të qujtur, e mallkojnë Ebu Bekrin, e mallkojnë Aishën, gruan e Resulullahit, nënën tonë të nderit, mallkojnë Ymerin, mallkojnë Osmanin, shijat sidomos, dhe mallkojnë të gjithë ashabët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, në përjashtim 4 sahabe i kanë që nuk i mallkojnë. Tjerit këtë janë qufar dhe të mallkuar në synin e tyre. Mundeshta që të hadith me nxjerr me thonë këtu para jush që sa do pak dikush do një pik e merë, e do një pik e len, e do një pik përmirësohet, e do kënd bëhat prishman, se si shta hoxha dhe në fillim, këtë janë i gabimtar, këtë gabojnë. Edhe unë që po kalëzoj gabimet e mija i kam, Allahu i na përmirësoft neve si hoxhallarë, gjëmatin tonë, e familjet tona, e Allahu Gjelle Gjelaluhu për këtë familje të cilën e hangërën bukën këtë drek, inshallah ta'ala viteve të ardhshme, edhe të vllaznit tjerë e ham drekat sikur që i hangërën drekën te, Haxhiridroni. Këta po e tham Haxhidan me qëllim në të njën edhe ata vllatë tjerë, hajde me lanë Haxhilekin e të kryet, e lusim Allahun Gjellëshanu hu pra të gjithë shkofshit me familjet e juja, e mos munshit haq, mos munshit, bare në umre shkoni, që të shkelni tokën më të dashur Allahu që ka falë, dhe të shkelni vendin më të mirë që Gjibrili ka ardhë dhe ka zbrit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.